Zëri I Diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio. Mirë më miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin e ri Zëri I Diasporës. Tani, unë jam Leonardi, si kur ju e dini, por duhet të them diçka. Të gjithë atyre miqve besnik që janë mësuar me mua tek emisioni Horizont, unë jam Leonardi nga studia qendrore në Gjermani, po Zëri I Diasporës unë jam marrë peng sonde, sepse Zëri I Diasporës nuk është emisioni im. Zëri I Diasporës është emisioni I Madianës nga studia në Padova, por Madiana sot më ka marrë peng. Kështu që shpresoj që doja dal, shpresoj që do lirohem shpejt, shpresoj që të jetë një pengmarrje ëmbël dhe e lezetshme. Të nderuar miq, Zëri I Diasporës është emisioni I ri, pra që kryesisht do jenë të ftuar të diasporës, do flasim për diasporën, për aktivitetet e diasporës, për opinionin e diasporës, për çdo gjë pra që diaspora ka brenda vetes. Pra do përpiqemi që në emisionin e Zëri I Diasporës të kemi nga të gjitha fushat dhe të gjitha ata që duan të promovojnë diçka, duan të flasin, duan të japin opinionin e tyre. Pra emisioni Zëri I Diasporës dhe çdo të diel me Madiana Nureddinin. Unë dua të rikujtoj mundësinë se ku mund të ndiqni Window Radio, për të gjithë ata miqtë e rinj, sepse miqtë besnik e dinë mundësitë që kemi ne për të ndjekur. Window Radio nëpërmes website-it zyrtar windowradio.de. Këtu mund të dëgjoni edhe muzikën 24/7, mund të lexoni informacionin e fundit nga fusha të ndryshme që ne përzgjellim, pra nga showbiz, fusha sociale, politik, etj. etj. Window Radio është në 2 platformën më të mëdha botërore të radiove, në Radio Box si dhe në TuneIn. Mjafton që ju të shkarkoni njërën nga këto 2 platforma, pra ose Radio Box ose TuneIn, dhe aty ne jemi me emisione live dhe me muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, tekniku I radios tonë. Këto platforma janë pa pagesë, pra janë fraj, kështu që mos hezitoni, shkarkoni njërin nga këto platforma dhe aty ju do na dëgjoni vazhdimisht. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot shqiptare, pra radiot kryesore shqiptare. Mjafton edhe kjo e njëjta gjë që ju të shkarkoni Radio Shqip dhe të kërkoni Window Radio dhe ne do jemi aty me muzikën, me emisionet dhe me të gjitha që ne përgatisim gjatë gjithë javës dhe në çdo kohë të ditës emisione apo programacione për ju. Mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe ne jemi aty me emisionin live edhe në Google. Po ashtu është edhe Facebooku zyrtar windowradio.de, ku ju mund të komentoni apo mund të dërgoni pyetje për të ftuarën apo për çfarë ju keni dëshirë, pra mund të shkruani edhe në Facebook edhe në komente çfarë ju dëshironi që ne si staf të përgatisim apo të përcjellim për ju në Window Radio. Ritransmetimi do jetë për të gjithë ata që nuk kanë mundësi ta dëgjojnë emisionin e plot apo kanë dëshirë të dëgjojnë emisionin. Ritransmetimi është në orën 3 pas mesnate, pra me orën 21 të Amerikës të Kanadas, si dhe nesër në orën 13 me orën evropiane do jetë ritransmetimi vetëm në radio, pra jo në Facebook, vetëm në radio përmes këtyre platformave që unë ceka më lart. Emisioni do jetë nesër në YouTube, në faqen zyrtare Zëri I Diasporës Window Radio.de. Të janë disa nga mundësitë që mund të ndiqni Window Radio. Është edhe një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë pajisje me Android, telefona, kompjutera, televizor, ku diun çdo lloj pajisje që është me Android, mund të shkarkoni Window Radio dhe mund të na ndiqni. Për të gjithë ata miq që duan, pra gjithmonë është dëshira juaj, por besoj që edhe dëshira juaj është që ne të kemi sa më shumë miq pranë vetes, pra është një mundësi që mund të shpërndani Facebookun, pra windowradio.de në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe ku ju jeni të antarësuar. Vetëm arsyeja është që ne të bëhemi një komunitet sa më I madh dhe të kemi sa më shumë miq dhe të komunikojmë dhe të flasim njëri me tjetrin. Pra as ne nuk fitojmë, as ju nuk humni, por si ne si ju fitojmë sepse kemi sa më shumë miq dhe jemi me shumë shqiptar pranë vetes. Unë tani do përpiqem që ta mbyll monologun, ftoj Madianën. Madiana, mirëmbrëma, përshëndetje.
Mirë mbrëma, faleminderit, mirë mbrëma të gjithë dëgjuesve. Faleminderit për monologun, Leonard. Po si moj Madian me emisioni jot I parë merr peng. Ç'është kjo kështu moj Madian? Po normalisht kur njerëzit merren peng I bie që kanë ca borxhe për të larë, prandaj në do të shpëtosh. Ashtu ë? Do të paguaj borxhet. Paguaj borxhet e të shpëtosh. Ç'do të bëj? Megjithatë të monolog që ti turti derisa ta mësoj, je në pengmarrje. Të falenderoj që jemi bashkë dhe më ke përzgjedhur që të jem me ty sonte në emision, kështu që emisioni është për ty dhe unë do rri. Faleminderit. Atëherë, dëgjues të dashur të zërit të diasporës, unë sot e filloj këtë transmision me një zëme të vërtet shumë të fortë të diasporës shqiptare në Itali. Në Volantino që kemi përgatitur nuk kishim vend që të vinin të gjitha ato çka ky zë përfaqëson. Dua të them që është një grua, një aktiviste, është përgjegjëse e zyrës së emigracionit në Bashkinë e Kjetit, është drejtoreshe 4 shkollave shqiptare në Itali. Për më tepër, është edhe gruaja e parë që ka hapur shkollën e parë shqipe në Itali. Është një nënkryetare e një shoqate shumë të njohur italiane. Dhe për më tepër është kryetare e shoqatës Radici Ali. Dhe unë I them mirëmbrëma dhe I uroj mirëseardhjen Silvana Muccio Dogani. Mirëmbrëma Silvana. Mirëmbrëma Madiana, mirëmbrëma Leo. Faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma të gjithë dëgjuesve. Faleminderit Silvana që pranove ftesën tonë. Është kënaqësi të jem unë sot me ju në studio. Kënaqësia është gjithë e jona. Unë do doja të filloja me një pyetje të thjeshtë, që është një prezantim, e fillojmë gjithmonë me të ftuarit tanë. Është një prezantim që vetë Silvana do na bësh ku ke lindur, qa moshe ke emigruar, çfarë të duash. Okej. Më prezantove ti, jam quhem Silvana Muccio Dogani, sepse unë I kam të dy mbiemrat në Facebook, ku dikush më njeh me të mbiemrin e vajzërisë, dikush me të burrit, dhe jam e detyruar për të më kthetur. Jam si profesion jam mësuese në Shqipëri, kam bërë mësuese, mbasi kam punuar në puna të tjera, po në fund mësuese. Dhe në Itali bëj mësuese jo vetëm të gjuhës shqipe që do flasim, sepse më shumë më intereson të flas për gjuhën shqipe, për shkollën shqipe, po jap mësim edhe në shkollën publike si mësuese, këtu quhet insegnante di supporto për të huaj. Përveç kësaj jam përgjegjëse e zyrës së emigracionit, siç e the vetë që parë, në komunën e Kjetit, po jam në disa komuna, jo në vetëm në një, edhe punoj një ditë në javë, punoj te Cizli. Cizli është një patronato, kaf, që e njohin të gjithë, që merret me praktika dhe bëjnë dhe disokupacione agrikola. Dhe në Kotëli, që është shtuna, merremi me shkollat shqipe, që do flasim çik më vonë. Po, do flasim më vonë, po desha të dija domethënë nga je nga Shqipëria. Unë jam nga Vlora. Nga Vlora? Nga Vlora, po. E kisha thënë nga Shqipëria mesme, se ndjeva të tekstin e Vlorës. Ma thonë të të në fakt. Por I them unë që jam vlonjate, jam labe, dok, si ka mundësi thonë, po pse I them unë, po labët janë qik më tash, por I them unë, po kur arrive unë në limit edhe unë e tregoj atë dellin e labit, kështu që po dori ta shikoni të labit, arrive unë, do ma shikoni një ditë I them, sepse kam durim, çdo njeri ka durim, po ka limit edhe durimi. Interesante, do ta kisha thënë sepse me të vërtet nuk Jo, jam labe për të qenë labe. Tash i labe të tjerë, po. Ke komente tani. Ke komente tani. Jo, se I kam ndjekësi të mirun, I kam të edukuar. Okej. Me kulturë kuptoj.
Ishte shaka. Po, nuk Shkëto, të pa unë. Shkëto pa shërë. Po ti Leo nuk the që do rrihen çik në një qoshe aty? Jo, këtë jam Silvana. qoshe, Si arritëm kësaj dite, që ne gratë të flasim edhe burrat të rrinë në një qoshe. Dikur rrim. Tamam. Tamam, ajo. Si arritëm kësaj ditë që t'jetë një burr mes dy grave. Këtu në Itali, Leo, do të thoshin Beato Travedone, i lumtur një disë grave. Pra, tamam. Se dija kemi në Shqip, nese. Ja po të theva unë. Ja dhe në Shqip, okej. Aq do ai. Ika. Nese. Jo, bëjmë shaka Leo edhe me ty, se nga që Silvana, se Leo është nga Malësia, me që Ne merrim i vesh. Duhet një varior për park condition. Duhet një varior mes dy jugorëve, një juglindje, një veri duhet. Madiana, labi dhe veriori dhe jugu i ndryshon vetëm theksi accento se në të bëmet i kemi njësoj të gjithë. Do më thënë i kemi të përbashkëta karakteret e gjitha ato që karakterizojnë veriorin dhe me labin. I kemi njësoj. Kështu që kuptojmë dhe me Leon, do kuptojmë s'ka problem. Po. Silvana, ti besoj se ke ardhur në Itali herët, sepse përderisa shkollën e parë ke hapur në 1994, emigrimin. Jo, Madiana, 99-ën. Në 99-ën gabimi. 99-ën. 94 ndikon. Jo, 97-ën, Madiana, unë kam ardhur në Itali. Edhe kam filluar pastrime direkt, sepse për të mbajtur familjen duhet të bësh diçka. Edhe isha duke pastruar nëpër familje në atë periudhë. Edhe në familje që pastroja kishin eksperjenca migracioni. Edhe një nga eksperiencat ishte në një familje, ishte një zotëri që ishte profesor dhe ishte drejtor shkolle këtu, e çon shteti për të mbajtur gjuhën dhe kulturën dhe traditat në ku ishin emigrantët në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani, i çon dhe këta mësues me pagesë shtetërore. Po këto janë dhe në filma, unë kam lexuar shumë se më pëlqen të lexoj, dhe edhe në filma që kam ndjekur to, që ka treguar historinë e emigracionit dhe në libra që kam lexuar. Kjo është një imitim i emigracionit italian, sepse ne kemi artësitet mbrapa, po të njëjta gjëra po imitojmë. Edhe në ato momente më ndez ajo shkëndija e gjuhës, sepse vija si mësuese nga Shqipëria. Kur kam ardhur nga Vlora, unë i pja mësim në orfanotrofio në shtëpinë e fëmijës, në Vlorë. Para isha te Mariko Posi, ishte një shkollë, për momentin ishte një eksperimentale që është ajo, pastaj u transferova këtu. Në atë kohë, në 97 që filluan luftat civile në Vlorë, Vlora ishte shumë e ashpër, nuk ishte si qytetet e tjera, unë u trëmba, edhe kam ardhur direkt, mora fëmijë dhe kam ardhur burin, kemi ardhur në Itali. Edhe nuk mendova më për karrierën time, mendova për të rritur fëmijët, tipja shkollë, tipja edukacion, tipja një jetë më të qetë. Fillova pastrimet. Në atë periudhë, duke parë këto eksperiencat e tyre, dhe thash pse unë zjat flisja italishten akoma mirë. Dhe vete trokaste se kryetari bashkisë dhe i them dua të bëj një shkollë shqipe këtu. Ai më hapi syt, më tha ma okay, thash unë këtë kuptoj gjithashtu. Gjatë unë italishten nuk e dija mirë. Po edhe një kisha ardhur. Në 97 kam ardhur, në 99 kam hapur shkollën. Bravo. Po nuk është se bëja, unë kisha filluar ta kurset italishte për të mësuar për të komunikuar. Edhe ka thashun, më thotë okay, thashun tani s'ka për ta bërë kur. Ka për sy e faqe, domethënë. Po unë punoja tek shtëpia një që ishte konsiliere, këshilltare e komunës, edhe ju ngjita asaj. I thashun, po pres një përgjigje, po pse s'më tha ajo mua ti flisja unë e bëri fakt të kryer ajo në vra. Ne më japin një centro kulturore, centro polivalente që quhet Shtëpi Kulture, dhe më thonë merr këtë duash. Edhe fillova me 4 fëmijë.
edhe që atër isha vetëm, vitin e parë kalova vetëm, të dytin vetëm me pak fëmijë, pastaj u rritën fëmijë dhe domethënë numri fëmijëve dhe u bë shkollë tamam. Kështu filloi. Në atë kohë kam qenë një familje që ka qenë që shkruante në gazetë një çuni ja kësaj familjes që studionte si avokat, edhe shkruante në gazetë. Për fatin e mirë, sepse dikush më thotë mua po ti ke fakte që ke hapur ti 97 të shkollën që ke shkollën e parë kam i themon, kam xhornalet, se unë atë kohë kisha një telefon të thjeshtë, që nuk kam as foto në atë kohë, se s'kisha telefonin modern si tani, po për fat shkruante në një gazetë të qendrës të këtu të Abrucës, edhe kam artikujt në gazetat të Centro Abruzzo. Sepse bënin edhe këtë pyetje, domethënë të kanë bërë edhe pyetjen a ke prova. Po sepse thoshin unë ku kam hapur shkollën, unë se kisha iden fare se si do vazhdonte. Unë thash po e hap thash edhe sa të vazhdoj. Më mbas kaq vitesh pastaj mlidhemi, pastaj fillojnë organizimet këto të shqiptarëve në Itali, vete në veri fillon organizimi FNA-it, atje flisnin për gjëra të tjera kurse unë fola për shkollën. Edhe më morën si shembull mua për të dhënë në çdo vend që veja unë, më merrni si shembull për jepja shembullin tim, siç po flas tani me ju. Edhe filluan dhe janë hapur dhe shkollat në veri dhe në jug më mbrapa. Po dikush e vë në dubjo. Unë personalisht të marr akoma shembull, nga që ne jemi të rinj sapo e kemi hapur shkollën. Edhe çdo të shtunë para se të shkoj të hyj çik aty tek ajo shkolla jote, shikojmë çka ka bërë çik Silvana këtë javë. Është me të vërtetë. Jo, shikim. Komplimente Silvana. Okej, shkolla e parë, domethënë në 97-ën, po aktualisht 99 Madjana. Sa më jota, 99. Edhe keni bërë 99, okej. Edhe kemi ato gazetat që po, do i publikoj. Do i publikoj më s'kemi rak. Në 99-ën ne jemi mbledhur për festën e nëntorit, të 28 nëntorit, se unë fillova pastaj bëja dhe festa për evenimentit të ndryshme, për 28 nëntorin për 8 marsin, dhe aty kam krijuar në 28 nëntor, domethënë me shkallën e pavarësisë Ismail Xhamali në Vlorë. Unë e kam ngrit flamurin e shkollës në 28 nëntor, se ka qenë një ditë e shënuar, prandaj dhe mbaj mend. Ndryshe se mbaja mend. Po Silvana, po librat, si ja bëja atëre për librat? Ku i gjeje? Atëre sot jemi me fat, domethënë, po. Po. Atëre unë librat i mirja në Shqipëri nga familjarët e mi Madjana i blini me lek edhe mi dërgonin. Autogrill, janë me kamionat që ishin tek motra ime punonte te bireria tek ajo e birës në Vlorë, fabrikë e birës, si quhet ajo, nuk më kujtohet tani. Edhe ata kamionistat vinin këtej dhe mi çonte motra me kamionistat e kësaj fabrike të birës. Unë dilja në autogrill, edhe i mirja. Nuk është se nuk i shpërbleja ata, se do shpërbleshin dhe ata për ato të tyre. Edhe kështu i ka marrë. Pastaj në 2006, duke u zgjeruar një çik aktivitetet, u filluan morën çik rrymën nacionale pastaj, duke u bërë më aktiviste me këto takimet me shqiptarët e Italisë, më thon ambasada, ishte zoti Leshi, ambasador në 2006, mos gaboj, dhe më thon ambasada si shoqat shqiptare për të marrë pjesë në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ishte 5 vjetori i pavarësisë. Ambasadë e Kosovës, me ambasadorin ishte femër dhe atëre, kishte ftuar ambasadën shqiptare dhe ambasada shqiptare donte që të vini pjesë edhe në një shoqat shqiptare ku ka qenë ku ishte fal Vitore Stefalekës në Lokja, që është shumë aktiviste për të thënë e para nga shqiptarët që ka bërë shumë opera që i ka folur, i ka bërë dhe libra, jo të gjithë e njohin. Edhe me atë bashkë ka marrë pjesë tek 5 vjetori i pavarësisë Kosovës me ambasadorin. Duke bërë një takim me ambasadorin, më thot mua, po ne kemi libra, këtu i thashë nuk e dija, unë veja i mirja në Vlorë në atë kohë. Mi ka sill ambasadori, ka çuar shoferin, mi ka sill te autobusi, se isha në autobus, nuk isha me makinë, se kisha frikë në Rom, të veja me makinë.
nuk e njihja atëre. Mi ka sjell shoferi i ambasadës në atë stacion autobusi, mi ka futur dhe në autobus librat. Që atëre filluan pastaj mirja këtu, nuk i mirja më nga Shqipëria. Më mbrapa u organizuan pastaj Ministria e Diasporës me zotin Majko në atë kohë, u ngrit edhe qendra e botimeve, edhe filluan, tani marrim në ambasadën shqiptare në Rom. Tani jemi rahat fare, na flasin kur i kanë gati. Ju kap Roma, po kurse neve Mua më kap Roma. Po. Jo, mua më flasi saj që vinë, më thonë Silvana, kur të duash biles, unë do t'i falenderoj shumë, sepse unë nga që punoj të javën, vetë të shtunën, ambasada është mbyllur, dhe e hapin për mua vit për vit, nuk ka qenë një vit që të më kanë thënë jo, se jemi mbyllur. Vit për vit e kanë gjetur, falenderit, e kanë gjetur kohën dhe ma kanë hapur biles, ka dhe ambasadorja vetë për të më takuar, dhe është kënaqësi e madhe sepse aty tregon dhe sepse kur je dhe me mbështet dhe nga autoritetet, të jep një çik si forcë kjo dhe lodhja e madhe të kalon para gjithë këtyre, të jep si adrenalin. Edhe ne s'na ka munguar. Mbështetja e autoriteteve ne nuk na ka munguar. Si e Ministrisë së Arsimit, si e ambasadë autoriteteve këtu, unë kam edhe kolegët në Milano, Lurieta Çobana vetë ja çon vetë di person, është vërtet, ajo është e palodhur me të vërtet, ajo edhe ne sa hapëm shkollën ai ka sjell direkt. Është e madhe. Mua më ka ardhur dhe Lurieta një vit, mi ka sjell Lurieta nga Milano një vit. Erdhi, mori pjesë në një ceremoni që bëra këtu një hapje në një komunë tjetër, që ata një shkollë vjetër. Edhe ka ardhur, mi ka sjell Lurieta vetë ato. Edhe më ka ardhur sa që kanë ftuar, nuk ka munguar. Nuk e qafua. Falenderojmë Lulietën. Falenderoj shumë dhe Lulietën, po. Dhe ambasadori dhe punojësit e ambasadës në Rom, dikush kur bëra një intervistë tjetër më tha shumë i falenderove. Unë nuk njoh, po për marrëdhënien që kam patur, në këtë nuk mund t'i mohoj atë që mbështetjen që më kanë dhënë. Nuk mund t'i mohoj. Është vërtet, jo. Ka edhe njerëz që punojnë për fat të mirë. Një pyetje Silvana, ti nga që ti je dhe ajo e para, domethënë, në mësimdhënien e gjuhës shqipe, si ka ndryshuar mësimdhënia dhe interesi i nxënësve nga 99-ta e qellova kësaj radhe deri më sot? Unë shkollën e parë që kam hapur në Orsonja i kam bërë pa program gjërat. Se unë kisha një synim për të ruajtur gjuhën dhe kulturën dhe identitetin shqiptar të vëllezërat e rinj. Edhe kjo më shtyu. Pastaj kur filluan që organizuan me qendrën e botimeve, kur Ministri i Arsimit na ka ardhur Manastiliu, sa ka qenë, nuk na ka munguar në çdo, ka qenë prezente në çdo event që kemi bërë organizim. Ne kemi filluar, pastaj kemi marrë programin Mimoza Ysta, drejtoresh e qendrës së botimeve. Nuk dua të harroj ndonjë, më mirë mos të them emra se e di që do harroj ndonjë dhe më mirë të them të gjitha. Kështu që edhe programi tani ne i bëjmë një program. Është një emocion i veçantë për mua të flas për një rrugëtim kaq të gjatë, një 27 vite dhe kam historira shumë të pafundme. Po nuk mund të i mbledhësh në një intervistë. Megjithatë, kur kemi hapur shkollën e parë, çdo fëmijë shikoje fëmijë dhe bëje programin, do të thënë në bazë të fëmijës. Nëse ishte një fëmijë që kisha nga Shqipëria dhe kishte dieni gjuhën e njëjtë, po do este përpara, bëje një program më të avancuar. Unë Madiana kam një gjë që vetë tani nuk i ndjek shumë librat i ndjek, sepse më mësojnë mua ato libra para së gjithas. Po unë kur shikoj fëmijë të lodhur, unë e stopoj mësimin, vë muzikën, këndojmë, kërcejmë, bëjmë. Ndryshe mua nuk më vinë ata herës tjetër, se ata vjen gjithë javës në shkollë. Unë t'i bëj ato 2 orë mësim në sport, e gjithë ata e lënë, ata kanë ndryshuar për të ardhur në shkollë, ata kanë ndryshuar oraret e sportit, të katekizmit që bëjnë këtu, të gjitha, për të më qenë mua prezent. Unë kur i shikoj që ata janë të lodhur, unë i them mbylli librat edhe filloj muzikën, sepse në momentin që unë i bëj një muzikë për shembull fëmijëve, kemi bërë muzikën e Adem Jasharit, se i pëlqente shumë njërit, një kosovarit, edhe një shqiptar i Maqedonisë, e këndonte dinë e përmendsh. Unë para se të këndojësh kënga, unë i bëja historinë
e këtij luftëtari, këtij eroi. Edhe unë dhe duhet të përgatitesha për të dhënë dhe këtë. Dhe unë kam mësuar dhe unë, për të përgatitur për fëmijët, kam mësuar dhe unë historinë e plotë të Adem Jasharit, që e dija për ciktas, nuk e dija të plot, që më ngjethet misht kur e shpjegoja fëmijëve. Dhe në ato momente fëmijët bën dhe mësimin, sepse duke qenë që i bëra dhe një histori, nuk ka nevojë që si bëra ABC-n e mësojnë edhe këtu në italisht ata. Se kemi bashkëtingëllore më shumë, se kemi 32 më shumë apo pak. Kjo është edhe një nga kjo është edhe, nuk e di Elona, ndoshta është edhe në linjë, po na dëgjon, është një nga mësuese që merret me fëmijët e shkollës tonë, edhe ajo synon shumë edhe tek jo vetëm tek ABC-ja, por edhe transmetimi atë dashurisë. Po. Domethënë është edhe kjo është një mënyrë shumë interesante. Po. Është emocionante po flet. Silvana, unë kam parë që keni bërë dhe një aktivitet shumë interesante, kam parë në për rrjetet e tua sociale me një profesor piktor Gentian Milani, edhe aty ishte një mënyrë e re, një mënyrë tjetër për mësimdhënie. Edhe kjo një lloj mësimi është, sepse ne kemi marrë temën e flamurit shqiptar, e kemi analizuar si histori, se ka dy kohë, ka dy Shqiponja dy krenare, mënyra se si e trajtuam, se si e bëm me atë. Gentian Ulana është një piktor me famë në Irlandë, se ka jetuar në Irlandë 20 vite, edhe më shkëtyr pak kohë që është kthyer këtu, se ka prindit dhe kishte dëshirë të jetonte këtu, jep mësim në shkollë këtu si piktor. Është dhe nipi një piktorit popullit, Ismail Ulana. Ismail nuk duket sikur e tha emrin e dallxhait të tij, po shumë famoz. Për piktorët më thanë, pse nipi ti është, unë nuk e dija, kur ma tha ai, tash nuk merre me pikturën, por atë fush nuk e njeh. Megjithatë, ti s'ke parë të tjera, po ti s'ke parë atë festën e byrekut. E ke parë festën e byrekut? Jo, nuk e kam parë. Kam parë këto të fundit. Ti ke parë të fundit. Atëherë ne në çdo fund viti, Mariana, ne bëjmë diçka për ta mbyllur atë, një diçka jashtë orarit të fëmijëve, në 1 qershor besoj. Jo, nuk e bëjmë kur e mbyllin shkollën, sepse në fakt në 10 qershor mbyllet shkolla, në 10 qershor jam mbyllur edhe unë këtu, sepse ikin me pushime pastaj fëmijët. Po nuk i lëm në datën 1 sepse ne na bie shtuna, çana bie shtuna, bëjmë mësimin. Nuk e organizojmë dot datën 1. Allora, çfarë? Nuk është fest, po ne kemi bërë byrekët. Byrekët i kemi bërë në shtëpi të gjitha mamat, nga mamat shqiptarët e Maqedonisë, kosovarët, shqiptarët, unë i kam bërë dhe vetë, edhe i kemi sjell aty të pjekura, pa aty kemi bërë mostën e byrekut, kemi marrë një nënën në Peskara, ishte shumë e bukur, na doli shumë bukur, nëna e disa nipër ishin, ka shumë nipër ajo, quhet Naile Shametaj, po ajo është zonjë, tamam, edhe kur e shikon dhe kur flet me të, më falë, byrekun, u a shpjegoj, fëmijët kanë thjellë të gjithë pecin. Unë i them pec se jam nga Vlora. Mësuam si thuhet oklai, po nga një ranë, dërgjës nga ana tjetër. Edhe atje mësuam si thuhet pecit, mësuam kush ishte mielli, farina, kush ishte nise shteja, mësuam domethënë, edhe kjo ishte një mësim, kemi bërë, fëmijët kanë sjellë përpase dhe një pec secili, po e them në lapçe un pec. Toklahi, ça. Edhe secili ka marrë pjesën e tij. Si thon nga Malësia, Leo? Së di. Okay. Nëse oklahi në një vend, taklahi nuk e dim. Unë po them pec, mos i ndryshoj atë terminin tim. Edhe secili nga fëmijët ka sjellë përpase dhe një pec. Edhe ka marrë pjesën e tij të brumit, nëna Nailja ka bërë pecë të gjitha aty dhe ka shtruar byrekun tamam, sikur do ta bënin byrek. Bëri spinaqin me krip, me rigon, me qeptenjoma, i ka grirë atë para tyre, me djath, me feta greka, me të gjitha këto që hidhen në krip, domethënë ka bërë byrekun aty. Mbasi që bën byrekun, kishim marrë bëri petët, edhe i vën fëmijët të bënin petët. Merë që nise shte, kush është nise shteja? Kjo është fekola, nise shteja është fekola. Po, domethënë, është një orë mësimi, edhe akoma më divertente. Në momentin që ata kanë bërë petët, i vun të gjitha petët kuleçet e tyre me një,
Edhe kemi nxjerr brekët kishim bërë gati. Edhe kishim po me bukur ishte se kishim sjellë dy brekun e nafies me vallë. Pa dashur e kisha sjellë dhe unë edhe në Nana Ilja. Dhe vallë edhe e breku. Kisha marrë një kështu me kos të trash të bërë vetë në shtëpi dhe atë edhe me ujë dhe hollonim atje dhe dallën me kryp me ujë. Që kam hëngër darkën. Edhe po atje unë i kam filmimin do ta nis, më vjen keq se ke parë, po do ta nis. Ma nis, po me të vërtet. Edhe është Edhe do ta vjedhim si histori, po ta them. Po, e kemi bërë dhe më mbrapa. Për shembull, kemi bërë burim është drejtori i Pallatit Sportit, është trajner volejbolli, edhe arbitër e gjitha këtu, edhe vjet mendimin e për një vjet në fundin e vitit, se çdo fund viti organizoj diçka speciale. Vjet kemi bërë volejbollin. Kemi lozur gjitha shkollat, të 4 shkollat, kemi bërë ndeshjet e Pallatit Sportit, meqense e kam mundësinë këtu sepse është burri aty. Edhe kemi bërë edhe tek sporti, fëmijët mësuan topin, si thon pala, top. Si thon pasazhos, kaloma mua, janë fjalët që në çdo vend që ti të vesh, ti mëson. Nuk ka rëndësi të vesh të shikosh libri si për librit. Te libri është importante, dhe libri është i rëndësishëm. O my gra, a mund të hyj pak unë të bëj një pyetje të dyjave? Po. Mos keni nevojë të bëjmë pak Për pak ujë. fusin në një këngë, sa të pini në një gotë ujë në gjë Po, se. kemi nevojë për një Vjen nga Vlora, Leo. Leo vjen nga Vlora. Nga Vlora, thonë. Dale mëse në këngë më Çeftelini, këngë më lahut nga Vlora. Po mi pastaj hajde mi. Kjo është dorë të... ka shumë biseda sa që... është në dorë të DJ. Kënga, kështu që nuk e di çfarë këngësh ka zgjedh Bledi, por shpresoj që deri këngë që deri pëlqejnë, sepse edhe Bledin e kemi nga Pogradeci, mi fjalë. Vetëm unë jam malok këtu. Nuk thuhet. Malok e Malsor. Millon. Mi Mati Madiana, ti shumë falenderoj që e thua Malsor, falenderoj që ti edhe e promovon veshën malsore, ti jemi mirënjohës, po ja thash vetes, kështu që mos u mërzit. Po mirë, po. Atëherë, Bledi, mos hymë në ato. Të kalojmë në një pikë muzikore, sepse sinqerisht me gjithë të muhabet bireku mu po m'hilli stomaku për pjetë. Kështu që të kalojmë në një pikë muzikore. Hajde Leo, të presim, hajde haje. Të ra diabetit. Patjetër. Hajde Bledi.
kujdes zemrën ma more, si sekondat peshdore. Pam, pam, ma bëri zemra, e kur disa veç për ty. Pam, pam, ma bëri zemra, o për ata sy. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Zemër sa m'kete, nini e një gratë sot, trupi ma ken zen, mesin e të dëmve, mu je kam she, për ty kështu follo që kësynën mos ma mshe. Kejt posilet si kur bomba, po shkën orët si sekonda, se ti mone mu për veti, ti e mbretresha unë e mbreti. Sille pak, se na bune rak-tak, a e mune me fat, me të qillin e shtat, unë ti me një kat, pa të shtina rehat, e kom zemrën dukat, fjallën në bëdaj. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Shpirta më mungo, këtë zemrën time nuk ka ilaç që e shëron. Pam, ma bëri zemra, e kur disa veç për ty. Pam, pam, ma bëri zemra, o për ata sy. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Kejt posilet si kur bomba, po shkën orët si sekonda, se ti mone mu për veti, ti e mbretresha unë e mbreti. Kejt posilet si kur bomba, po shkën orët si sekonda, se ti mone mu për veti, ti e mbretresha unë e mbreti. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Sa m'kete ur, ti zemër sa m'kete ur, as me ver, as me raki, më kete hur me dashuri. Atëherë miq, rikthehemi në transmetim live mbas këtyre dy këngëve të përzgjedhura nga DJ Bledi dhe jemi sërish në bisedë me Madiana Nuredinin si moderatore dhe e ftuara si Mucho Dogani, po? Hajde, e themi Leo. Okej, faleminderit. Të nderuar miq, ju rikujtoj pra mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, në platformën Radio Box, TuneIn, që janë dy platformat më të mëdha globale të radiove, si dhe në platformën Radio Shqip, si dhe në Google Search, windowradio.de, po ashtu dhe përmes Facebook-ut. Po Madiana. Okej. Po Silvana, unë doja të thosha që më shijoj shumë ai byreku jot, edhe dhalli. Bujrum, kur të doni hajde në gjithë Leon. Mua fare s'më shijovi, më thënë drejtën, mua vetëm mi zgjoj ato nervat, sepse unë brumrat i dua Leo shumë. të pres, dy begun e kam, edhe të Brumrat i tallën dua e kam shumë. gati. Po, ama unë nuk e du me spinaq, me fjale, me qepë, më shu se du. I bie, e di si i bie unë dy begu të si nafia, më mirë nga nafia. E madhe. Fantastike. Prandaj po deshe hajde. Shife bëj Leo ti. Dio. Atëherë Silvana, me që e mbyllim këtë temën e dy bekut, Po. do doja të flisja edhe të hapim temën e shoqatës. Ali e Radiqi. Ali Radiqi Radiqi e Ali.
Radici Ali, edhe këtë dy gabime Radici kam dhe bërë. Ali. S'ka, jo nuk ka problem. Tenantën edhe Radici Ali e kam invertuar. Rënjët dhe krahët, unë kur ftova për inaugurimin e shkollës së Peskarës, ka ardhur 3 ambasadorë. Ambasadori Anila Bitri e Shqipërisë, e Kosovës edhe Maqedonisë së Veriut, të 3 njerëz shumë të respektuar. Dhe Anila Bitri, ambasadore e Shqipërisë, e tha shumë bukur zonë, dhe kur e them në Shqip diskorson, Radici dhe Ali e them në italisht. Kurse e kam më shnguritur kur e ka përsëritur ambasadorja jon, krahët dhe rënjët dhe krahët. Edhe unë nuk arri asnjëherë të gjithë Radici dhe Ali, por në fakt kur flet shqip do të jetë shqip edhe ajo, se përkthehet shumë bukur. Rënjët dhe krahët, sepse i dha një kuptim. Kur kemi bërë logon e kësaj shoqate, ne jemi konsultuar me ekspert, me avokat, me personat që ishin ekspert. Edhe kemi bërë shumë grafik, gjëra të ndryshme, dhe kemi mbetur te kjo Radici dhe Ali, dhe është logo, që quhet logo e themës tonë, është një pemë që nga rënjë dhe të degët. Edhe jep një kuptim edhe fjalës për një emigrant, sepse e fillon nga aja kur që të eti përpara. Megjithatë, atëre roli i shoqatave në ruajtjen e komitetit identitetit kombëtar në emigracion, shoqatat janë zemra e komunitetit në emigracion. Dhe ato nuk janë thjesht organizata, janë ura që lidhin brezat me rinjtë e tyre. Ne kemi filluar këtë shoqat, e kemi regularizuar, se në fillim se kishim, në nuk kishim shoqat. Kemi bërë në 2003 shoqatën, dhe pastaj kemi zyrtarizuar dhe të agjensitë dhe lendratët, si quhet tek dhoma e tregtisë këtu në Shqipëri. Se kemi ca fjalë dhe akoma të vështira me këto zyra. Po, në një vend të huaj shkojnë në gjykat, kurse ne shkojnë tek agjencia dhe entrate i regjistrojnë, janë ndryshe, po. Po. Në një vend të huaj rreziku i madh nuk është vetëm vështirësia ekonomike, Madiana, por është haresa e gjuhës, e traditave, historisë tonë. Dhe pikërisht këtu hyn roli i shoqatave. Atë kërkojmë të bëjmë, pastaj se sa arrim nuk e dim. Unë bëj atë dhe është tjetër gjë. Por ne përmes aktiviteteve ne japim jetë komunitetit shqiptar këtu përmes aktiviteteve kulturore, shkollës shqipe, se shkolla shqipe janë dhe prindit që futen në linjë, se vinë i çon mamaja, i merr babai, komunque janë kur bëjmë ndonjë mësim, më shumë prindit duan të rinë aty. Në fillim nuk i lija, se thosha do bëjmë mësimin e qetë. Po thash, ndoshta është më mirë që të futen edhe prindit të shikojnë. Ata kanë kënaqësi kur shikojnë fëmijët që përgjigjen, kur i bën një pyetje dhe përgjigjen. Edhe e bëra si rregull që kush të dojnë nga prindit vetë të ri. Në fillim nuk kisha dëshirë, por tani më pëlqen si ide dhe kemi lënë të lirë këtë gjë fakultative. Edhe shoqatat janë vendi ku një fëmijë lindur jashtë atë veut kupton se ka një histori pas vetes. Janë vendi ku prindit ndihen më pak vetëm, sepse ne në fillim un kam bërë shumë festa në 8 marsin për shembull, 29 nëntorin, për 1 qershorin, për 5 majin. Ne kemi bërë festat me këto okazione, po janë okazione të mira dhe për prindit, se punojnë dhe luftojnë me sakrifica për të mbajtur familjen tër javës. Dhe një festë e tillë i liron, i kënaq, domethënë jep një kuptim jetës së tyre, se s'kan gjë tjetër këtu në vend të huaj që të ndryshojnë rutinën e përditshme. Dhe ne kemi bërë shumë aktivitete. Mund të ndryhim një pyetje, vjen një pyetje, më vjen në WhatsApp nga një mik i jonë në Amerikë, dhe falenderojmë për emisionin. Përshëndet ty Silvana si e ftuar, Madianën si moderatore, dhe thotë na me vëmendje thotë emisionin, por zonja thotë po përmend shumë ambasadorët. Dhe të doja thotë një pyetje. Me cilët ambasador thotë ka patur punën më mirë, meqense është që në 99 thotë në Itali, me ata të nanës, të Berishës, të Ramës. Me të gjithë, unë kam qenë me të tërë, ka qenë mbas zotit Leshi, ka qenë Meritan Ceka për pak kohë,
dhe zotin Eritan kam pat të bëj me të tërë ambasadorët, unë nuk di ngjyrat e tyre kush janë, sepse nuk jam fut politikës ndonjëherë dhe nuk dua të di, po unë me të tërë ambasadorët kam pat marrëdhënie të mira në bashkëpunimi që ka qenë me ta ka qenë i vrytshëm dhe kam qenë e respektuar. Okej. Po megjithëse Silvana e Leo desha të thosha sikur si këta të dëgjuesit me fjalë edhe ndaj ndërhyrja me këtë sikur fitim. si edhe eksperiencën e vet, se po të them unë Leo për shembull nuk ka ardhur ambasadorja të hapja e shkollës son në Padova, nuk kam parë që të shkojnë në për hapjet e me sa di unë, po besoj se për Silvanën e meriton, nga që edhe e ka filluar e vetmja, është e para, po që nuk është traditë e ambasadorëve tek hapja kur hapëm shkollën tonë, ne shqyr që kemi Lulieta Çobanaj na dënjoi me prezencën e saj, po nuk kemi parë. Leo, falenderoje zotërinë, sepse ka bërë një pyetje që mund t'i përgjigjem për të tjerët që kanë në dubjo dhe s'kan kurajon ta thonë ose nuk e di. Thua që unë mbura edhe atë edhe këtë. Gjithë ambasadorët i mbura. Nuk kam ai po na ndjek, më fjalë se ai jeton në Amerikë dhe po na ndjek edhe me që ka qenë 99, thëmë me cilët ambasadorë ka patur më mirë, me Danës, Berisha, Rama. Ti je okej, rregull. Unë të kërkoj ndjes unë për ndërhyrjen, por përpiqemi që ti respektojmë pak edhe dëgjuesit kur është një pyetje interesante me fjalë. Jo, shumë mirë. Leo, mua këto pyetjet më ndihmojnë shumë për të shpjeguar më mirë. Në momentin që unë zura në gojë ambasador, zura në gojë zotin Leshi, që ishte i pari edhe të fundit, sepse me zotin Eritan Seka ishte shumë kohë e shkurtër dhe nuk kam patur shumë gjëra, shumë kujtime me të, po me zotin Leshi dhe me zonjën Anila, bitri të dy më ka respektuar, janë të dy që nuk e di atë qa kolori të politikës janë. Për ne diasporë nuk duhet të na interesoj fare kolori politik i trupit diplomatik, ne duhet të na interesoj sa më shumë ajo për kraja dhe suporti që marrim nga trupi diplomatik në diasporë. Këto pyetjet janë konstruktive, këto pyetjet, shumë mirë, mund t'i bëjmë të tjerë për çdo gjë. Unë nuk jam kundër për të përgjigjur, jam dakord edhe më bëhet qefi që më jepet mundësia që t'i shpjegoj gjërat. Okej, ecim. Po, vetëm Leo si vinë këto pyetje me mesazhe. Merren në WhatsApp-in tim privat, që unë jam bosh, po të shoh WhatsApp-in, Facebook-un, çfarë bëjmë, vazhdoni muhabetin. Okej, jo ti ndërhyj kur të duash. Me që po flasim për shoqatat, si keni marrëdhënie? Si ka marrëdhëniet shoqata juaj me institucionet italiane apo me politikën italiane? Atëre, unë këtu kam ndryshuar, domethënë nga 99 deri sot në komuna që punoj unë të paktën 5 a 6 kryetar kam ndëruar, sepse ndonjëri ka bashkie, kryetar bashkie, sepse ndonjëri edhe ka vajtur dhe 2 në linjë. Dhe unë kam bërë 10 bashki. Më para isha operatore 10 bashkive dhe veja në Xhiro. Kam ja 5 vjet, 6 vjet që jam bërë përgjegjëse dhe jam tek komune Ortonës, po u përgjigjem 9 bashkive që bëjam para Xhiro si operatore thjesht. Edhe aty kam të bëj me 10 kryetar bashkie. Dhe fondet që vijnë për ne vendosin fatin tonë, vendosin ata. Në momentin që nuk ka pat fonde për emigracionin, se janë fonde që merren në bazë të rajonit, dhe fondet për emigracionin nuk ka pat asnjëherë, po kur e kanë krijuar në 2004 zyrën tonë, dha shumë frute të mira, dhe në momentin që kjo poriste interesin e zonës tonë këtu dhe politikës së bashku, çka kanë bërë? I kanë hequr fondet se bëhet një piano di zona quhetu për dhe në 3 vjet ose dikush e ka dhe për disa gjëra janë në 5 vjet. Dhe asnjëherë nuk ka fituar zëri emigracionit në këto piano di zona në rajon. Po ne asnjëherë nuk na është mbyllur servicio, jo nuk është mbyllur asnjëherë, jo vetëm ka shërbimi jon brava Madena, faleminderit, po është rritur shumë sepse arrit kërkesat, është rrit interesi tyre dhe ata kanë mbyllur shërbime të tjera, sportele quhen këtu të tjera, sepse nuk jepin rendiment të lartë. Dhe shumë veta më parë ishin shumë xhelos tek zyra ime, se thoshin marrin
këto fondet tona mbyllin ne, ishte një informat Gjovani që s'bën asnjë gjë. Biles në një rast, një komunë më tha mua, nuk vinë më kolegja, se venim në një zyrë, një ditë që kisha unë dhe ja unë, ditën tjetër vende tjetra. Dhe më tha, e kemi mbyllë si zyrë, nuk jep rezultat. I thashun, çfarë do thotë që do ma mbylli dhe mua, jo, më tha mua ty të tapet më shumë, tha, se puni që bën tim, tha mua nuk ke si e mbyll. Edhe kjo ka kaluar kaq vite. Dhe thalë punës që bëjmë ne, jam akoma në këtë vend pune, po më ka luftuar shumë sepse në fillim si mediatore kulturale nuk kishte interes italiani. Më vonë tan që ishte figurë e repër. Është një figurë që nuk ka akoma një albo profesionale në Itali. Akoma s'është krijuar. Është hapur nuk njët, ne po bëjmë luftën edhe për këtë. Se dhe si shoqat po e kërkojnë, janë hapur shkolla e larta, është hapur, domethënë kanë dalë 10, kanë dalë brezi i parë me mediatore kulturale, se s'ka patur asat, se ka pat mediatore familjare, mediatore justicia, të gjitha drejtimet, po kjo kulturale, no. Në momentin që u bë interesant zyra jonë, sepse vinë shumë veta, ata më mbajnë fort tani kryetarët, dhe sa që unë nuk kam asnjëherë frikë, sepse s'ka don çdo 3 vjet, unë kam përresh me kontratën, por çdo 3 vjet s'ka doj fonde, thonë ata ik në shtëpi tani të pyet njëri. Unë nuk e kam pat asnjëherë të frikë, sepse e di që nuk e mbylli se kanë interesin e tyre. Çfarë ndodh tek interesi i tyre? Ndodh sepse shumica e thuajve i kanë ndihmuar unë, i kanë bërë me shtëpi italiane dhe votojnë. Duke votuar ata kanë një vot, çdo person një vot në dorë ka jetën e tyre në dorë të politikës. Dhe këta tani interesi e bën që të kenë marrëdhënie të mira me ne. Unë në të gjitha në 4 shkolla që kam, unë kam marrë qendrën kulturore dhe më kanë thënë zgjidhe merr dhe unë nuk paguaj asgjë. Duke qenë që nga Roma e në veri paguajnë qiram, paguajnë drita, paguajnë plerat, paguajnë po, e di, të gjitha. Paguajnë siguracionin e fëmijës, sepse nuk i lën ata se kanë frikë që të futen fëmijë pa paguar siguracionin. Unë nuk kam paguar asnjë centezim këto gjëra, edhe në çdo vend që vete më para, kur ideja në zyrë kryetarëve kush është ajo zyrë e migracionit. E çfarë do ajo, po në dialekt nuk ua them do tani se e flas në shqip. E nuk e di, çfarë do ti? Nuk ngrihesh nga karikja ky. E do jam 2 stampante, jam 2 kompjuteri për zyrën e migracionit flas këtu, jo për shkollat. E mirë që ta bëjmë. Yksi skemi. Tani më hapin derën, më hapin vën karikën, ngrihen në vrap, po marrin vesh jam unë. Po vitet e fundit, ose më para mos mbyll ajo dera. Më para kisha unë të copa nga të mbyllur ajo dera në fytyrë kështu. Bam bam bam. Pa njëra pas tjetrës më para. Kurse tani edhe kandidohesh ndonjëherë Silvana, me që fole edhe për që shumë të huaj unë shoh se je kandiduar, nuk e di. Jo, nuk janë kandiduar, në administrative më kanë kërkuar shumë, çdo vit më kërkojnë sepse janë komuna të ndryshme dhe ajo që nuk jetoj unë, ku nuk banoj unë, po kam ndërmend Madiana që të kandidojmë në rajon këtë vit, këtë herë. Në regione. Jo, janë për 2 vjet, pas 2 vjetësh janë këtu tek ne. Vetëm që po juve i bë tani ndoqa. Ati kam ndërmend të aprovoj, nuk e di fitoj apo s'fitoj, mendoj që do fitoj sepse nuk kanë vetëm shqiptarët, kanë të gjithë stranierët, dhe stranierët janë senegalez, tunizin, marokin, rus, rumen, nga të gjitha. Edhe nuk e kanë frikën që nuk dua që të fitoj, por nuk e kanë frikën që do dalë humbur me pak vota, sepse e di që kem vota të larta. Pastaj që do hyj apo jo atje, është tjetër gjë. Po një eksperiencë do ta bëj për këtë gjë. Sipas me duhet të gjesh forcën politike që të vë në listë të parë. Dhe unë kam një ide në fakt. Vetëm me legën mos më thuaj. Jo. Okej. Është natyrale, lega edhe pse për karitas shumë shqiptare votojnë edhe, pero për mua është jo natyrale, një gjë e tillë, megjithatë sikush ka ide të veta. Unë kam shumë shok të legës dhe janë shumë njerëz të mirë. Mos më kërkoni votën. Mos më kërkoni votën se votën juve s'ua jap. Tim bashkë për votën edhe e din. Më thonë mua punë si kam mundësi. Ta shpjegojmë se kush është
se kush është lega, sepse nga që nena ndjekin edhe shumë, domethënë shumë shqiptar nga troje të ndryshme, siç thanë Amerikë, Kanada, Lega është një parti e ekstremit të djathtë në Itali, prandaj po flasim që vetëm asaj nuk ja japin votën. Siç është AFD-ja në Gjermani. Ose Le Pen në Francë. Po, fiks. Prandaj po flasim. Lega është një parti që ka ligjet një çik më të forta për emigracionin. Edhe unë për atë i vi larg. Kam të drejtën e një pyetje unë? Po. Ti më thësh që do angazhohesh në politikën italiane, po e thua që do angazhohesh me politikën. Kam qef, Po, e shikon vetë të angazhohesh me politikën shqiptare? Në shqiptare nuk kam qef për momentin. Për momentin. Për momentin e shqiptarët dua të riciklar. Je e zhgënjur nga politika shqiptare, nga partitë? Jam e zhgënjur. Jam e zhgënjur edhe nuk aprovoj asnjë gjë. Çfarë bëhet? Okej, mund të bëj një pyetje më ndryshe? Po, okej, meqense ju keni ka shumë eksperiencë në që 99-ën e angazhuar me shoqatën, me aktivitetet e shqiptarëve, e të huajve, dhe tani me politikën shqiptare thua për momentin jo, sepse nuk aprovon pothuajse asgjë nga politika shqiptare dhe jemi të gjithë të zhgënjur në diasporë pothuajse nga politika shqiptare. Po në një lëvizje politike të diasporës e shikon të mundshme, ose e shikon si mundësi që diaspora të ndërtoj një lëvizje të vetër, apo të ketë mundësi diaspora të votoj njerëz të vetë? Po, kjo duhet të kishte ndodhur me kohë. Këtë vit u bë hapi parë, u bën në votimet në diasporë, dhe gja është një gjë, po përfaqësimi politik, si për shembull këshilla ose deputet veçantë për komunitetin shqiptar. Në disa vende evropiane minoritetet kombëtare kanë përfaqësim të garantuar në parlament ose në këshilla lokale. Shqiptarët mund të kërkojnë në zonat të veçanta zgjedhore ku votat e komunitetit shqiptar kanë pesh, këtu tek ne në Itali, sidomos kanë pesh. Përfaqësimi në Këshillin Bashkiak ku komuniteti është i përqendruar. Për fatin e mirë, edhe në Këshillin Bashkiak në Itali kohët e fundit kanë qenë shumë shqiptarë që kanë kandiduar dhe kanë fituar. Janë shumë miqtë e mi nga Veriu që kanë hyrë edhe kanë marrë dhe vota. Fjalën faktun e kisha për lëvizjet e diasporës për të marrë pjesë në politikën e Shqipërisë. Pra, diaspora që ka të drejtën e votës, të ketë mundësi që të ketë një lëvizje të vetën, të kandidojë ku diun njerëz të vetë me fjalë. Të ketë një përfaqësues. Përfaqësues nga diaspora. Po, ne kemi kërkuar këtë, Leo. Ne kemi bërë, sepse duke u mbledhur me këto ente që janë organizuar për shqiptarët në Itali. Janë shumë ente që jemi mbledhur dhe kemi kërkuar, kemi bërë dhe peticione, kemi bërë kërkesën që të bëhet dhe nga diaspora një, do të thënë, zgjedhje dhe në diasporë, jo vetëm votimet, po të ketë të zgjedhur nga diaspora, të ketë kandidat. Përfaqësues. Po, faktikisht duhet jemi pak realista për te çdo gjë që bëjmë në diasporë, pra gjithë përpiqemi që të përcjellim atë kulturën, traditën, të investohemi për të ruajtur brezin e ri që të mos asimilohet nga vendet ku rritet, por dhe duhet të kuptojmë diçka që jemi ai brezi ndërmjetëm që duhet të punojmë ndoshta pak më shumë edhe tek pjesa e politikës, apo tek pjesa që diaspora të marrë fatet e vendit në dorë, sepse sinqerisht Shqipëria është, si thosh, në ditë më të zeza, se ja për shembull, sot ne kemi juglindjen totalisht të shkëputur nga Tirana. Për çfarë? Për investimet katastrofë që janë bërë, për rrugët që janë prishur dhe nuk del as ministria të jap një deklaratë apo të thotë diçka, pra janë probleme të pafundme. Diaspora është fuqe e madhe nga Tepelena. Po, shive, nuk është puna që diaspora të ketë patjetër mi fjalë vetëm atë pjesën e qarkullimit të deputetëve, por po themi edhe në diplomaci mund të angazhohet diaspora, rinia, pse duhet vi dikush nga Tirana, qoftë edhe shoferi i ambasadorit vjen nga Tirana, pse mos angazhohen të rinjt apo njerëzit, sepse sot nuk kemi më emigracion ekonomik.
Sot ka emigruar truri, ka emigruar inteligjenca, janë fëmijë breza të rritur këtu. Po. Leo, unë nuk doja të futesha politikës, po me që ra muhabeti këtu, po ka forcë vetëm diaspora për ta ndryshuar gjendjen. Po se bëri diaspora, sepse ata që janë atje edhe po deshi dikush humbet punën. Kurse nga diaspora nuk humbet asnjë gjë. Dhe ajo është ajo kur vetëm që të kesh kurajo që të futesh në këtë rrugë. Po duke mirë, okay, më fal Madiana, edhe një pyetje edhe. Po, është tema jote e preferuar, po të lë të lirë. Jo. Pa merak. Një pyetje, meqense se ju keni kaq shumë eksperiencë në organizime, pra ju e pasqyruat aktivitetin tuaj deri diku. E shikoni të mundshme të merrni një sipërmarrje ndryshe mbi veten tuaj që për shembull kontakte me shoqata të tjera në Itali apo me shoqata të tjera në vende ndryshme të botës për të parë pse jo, një lloj organizimi edhe për këtë lëvizjen e diasporës për Shqipërinë. Mua më duket vetja shumë e vogël para këtyre gjërave që ndodhin atje. Dhe them që unë nuk jam për këtë punë, jam edhe shumë e zënë me punë, nuk kam menduar për këto gjëra sepse puna ime më merr shumë kohë dhe nuk arrit dot dhe për këto. Po nuk unë për vete mund të jap një sugjet, po tjetër jo. Okej. Gjithsesi, mirë kuptojmë tek pyetjet sepse tash përpiqemi që të jemi sa më si thosh lojal me të gjithë dëgjuesit, me fjalë kur kemi të ftuar që të cekim edhe ato probleme që ne na shqetëson për Shqipërinë, sepse sado që të bëjmë në këtu në diasporë, po sado aktivitetet që të bëjmë në diasporë, normalisht në ëndrat aty në Shqipëri shohim. Dhe ne na dhëm shumë Shqipëria vendi jon, dhe ndaj përpiqemi që të kemi edhe të tilla biseda. Shpresoj që të mundet të bëjmë diçka, po. Po Madiana, sepse e bëra shumë serioze Silvanën. Vazhdo Madiana. Jo, e di pse Leo, se nuk më pëlqen të futesha në politikë, sepse nuk isha përgatitur për politikën, të thënë vërtetën. Ta djaj do bëj pyetje për politikën, do isha përgatitur ndoshta, po nuk Jo, shikoj, të mirë kuptohemi, mos më keq kupto, por nga që Jo, Leo. Lëvizjes dhe angazhimit, a kupton tani ne pse mos të bisedojmë edhe për atë që na dhëm, sepse Shqipëria sado që përpiqemi ne jashtë, Shqipëria është ajo që na dhëm, Shqipëria është ajo që ne për atë Shqipëri, po përpiqemi edhe këtu jashtë të bëjmë aktivitete apo Po, është normale, është minimo për të folur, nuk rrihen mendimet edhe mëson diçka më shumë edhe një gjë që nuk e di. Ky është edhe misioni i radios tonë, me fjalë që të kemi mundësi të bashkojmë sa më shumë zëra, të bashkojmë sa më shumë mendime, të njihemi njëri me tjetrin, me aktivitetet e njëri tjetrit, sepse diaspora ka nevojë të lidhet dhe të njihet. Po, e vërtet. Më duket se Madiana ikum, duket se s'po e dëgjoj. Okej. Ndoshta Madiana pas ka dalë. Ndoshta Madiana rikthehet, por ndoshta ju po flisit pak për shoqatën dhe folët bëj edhe për shkollën. Më dëgjon mua. Madiana më Erdha. Okej, erdhe. Madiana, vazhdo Madiana, që mos ta bëj kaq se e bëra shumë serioze Silvana. Emocione. Jemi në li? Po. Ma, unë të dëgjoj, po më duket na iku Leu atani. Jo, këtu jam, unë të dëgjoj. Po ja, u zgjua ai sa për të na prishur punën, na morin frikë. Po rri aty ku të thamë në një të ndërmjet që u shput lidhja, kështu që Bledi do të tentoj të bëj lidhjen dhe normalisht që unë sado që më thanë të rrinë qosho, po së rrinë do të pa bërë ndërhyrje. Leo, unë nuk e di çfarë bëra, mbylla Madianën apo aty tani, nuk e di. Okej, sepse do vi edhe Madiana, sepse kemi Bledin e gatshëm. Okej. Teknikun, kështu që edhe Madiana do lidhet, pa diskutim. Po u lidha. Okej, vazhdojmë Madiana. Fjala për ty. U zgjuve ti, na morëm sysh, na prish edhe transmisionin. Jo. Po çfarë po tash, po mirë tash ju folet për Lega Nord, a quhet Lega Nord, si quhet ajo?
Tani duhet pak ekstremizëm edhe në bisedë. Duhet. Okej, rrofsh. Faleminderit, Leo. Që na i zgjidh edhe Bledi që na i zgjidh këto probleme. Silvana është çik vonë, po bëjmë ja 2 pyetje të fundit dhe pastaj të lëm. Na sinqerisht më ke kënaqur me faleminderit. Silvana, një rol tjetër që mbani është edhe nën kryetare e Anolf. Anolf është një shoqat Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, shoqata kombëtare për te kufive. Për te kufive, që është një shoqat shumë e njohur në Itali, që merret me emigracionin. Edhe e di pse ti bëj këto pyetje se më pas kësaj dua të flasit çik për rolin e grave, domethënë Okej. Si kryetare, sepse je edhe kryetare e shoqatës, edhe çfarë mund të bëjmë akoma më shumë ne gratë për të marrë domethënë për të patur atë rol që na takon. Atëre Anolfi siç e the ti është i lidhur me Qizlin dhe është një sindakat. Është sindakat dhe aty bëjnë të gjitha praktika siç i bëjnë në zyrën e emigracionit, është e njëjta gjë sepse siç u thashë parë që punoj edhe me Qizlin, me sindakatën e Qizlit të peskarës, që bëjmë edhe disokupacionet agrikola. Këtë periudhë përfitoj kush të më dëgjoj, ata që janë në zonën time, që bëjnë disokupacionin e agrikulturës të vinë sepse dhe në 30 mars, s'ka do në 30 mars. Për ata që kanë 102 ditë pune dhe kanë në këto ditë të punës duhet të jenë të lidhura 2024 dhe 2025. 102 ditë është minimalja. Dhe në 2024 dhe sikur të ketë një ditë pune, po duhet ta kenë se s'bën. Kush i ka këto kriteret, mos ta humbi sepse dhe në 30 mars nuk bëhet më, mbaroni, jepim si lekët. E bëj unë, po të ma thoj edhe me WhatsApp të mi të shoj gjërat, vetëm do vi të firmosi kur të bëj gati. Përfitova nga rasti tani, kush më ndjekë dhe nuk e di dhe ka interes. Po. Anolf është kjo që thatë ju shoqata kombëtare për te kufive dhe mbron të drejtat e çdo të huaj. Ne flasim për shqiptarët në këto raste. Është e Abrucës dhe Molisës kjo. Po, për shoqat kombëtare. Edhe rolin këtu është të jem zëri i të gjithë emigrantëve që ndodhen në këtë territor, të shohë nevojat e familjeve dhe të grave dhe të krijoj ura bashkëpunimi midis institucioneve, shoqatave, komunitetit, sepse në rolin tim si përgjegjës së zyrës së emigracionit, ne kemi të bëjmë shumë me entet publike këtu. Unë kam të bëjmë me kuesturën, me prefekturën, me Azrin është shëndetësia, me IMSI është siguracionet, me Ministrinë e Jashtme, me Ministrinë e Brendshme, përveç ambasadave që janë roli kryesor sepse janë shumë që bëjmë pasaportat, certifikatat, dhe sepse dhe certifikatat në shtetësinë tani u nxjerru nëpërmjet Albanias, edhe i çoj me WhatsApp tek familjarët aty se do vënë komunikën në Shqipëri për të bërë apostilen. Edhe kjo është një rol që futet edhe dhe kjo. Ndoshta Silvana edhe këtë duhet të i kërkojmë konsullatave tona apo shtetit ton, domethënë që të na i lehtësoj sadopak këto procedura, që të njihen ose të bëjnë një marrëveshje që të njohin këto certifikata. Po. Ashtu siç dalin nga Albania, të stampojnë direkt me apostile, me një firmë që të njihet direkt këtu, sepse faktikisht është me të vërtetë torturë. Sepse ti e verifikon si shtet, ti si Ministri e Brendshme këtu, atë certifikat ti e verifikon me Shqipërinë. Çfarë të duhet të marrësh apostilin andej dhe ose më keq akoma, ti merr një certifikat plurilingua me shumë gjuhë, siç është e lindjes ose martesës, ajo familjare nuk delet me shumë gjuhë. Përse duhet të bëj unë përkthimin? Ky shteti jon më para duhet të shkojë interesat e komunitetit e njerëzve të tij. Përse duhet të bëj unë përkthimin duke qenë që aty është dhe në italisht, për shembull flas për italishten, po dhe në çdo shtet është anglishtja, gjuha anglishte. Atë edhe kjo është një gjë që unë e kam kërkuar, e kam ngjitur zërin më para, po nuk më dëgjon njëri dhe mbetet aty vetëm. Kemi kërkuar edhe para zgjedhjeve të 11 majit e kemi kërkuar si shoqata, por po flen, domethënë. Po, edhe një gjë që kërkuam për shembull.
për kartën e identitetit që të bësh në ambasadë, shqyr zoti ka një vit dhe që bëhet edhe ajo se më para nuk e bëje kartën e identitetit, do bëje pasaportën. Duhet të vejë në Shqipëri për të bërë një që është në shtetas italian, shqiptar me shtetësi italiane, nuk ka interes të bëj pasaportën shqiptare, do kartën. Deri një vit para nuk e bëje dot. Edhe për të kemi luftuar dhe u bë. Tani ne do japim edhe çiko tani, ecin çik si breshka, po të paktën të ecin, mos të ngelen. Edhe këto, po, edhe për më thamas dhe kam vënë në rreth të kuq, po të ma vënë thashun të vënë gjithë kolorat e arkobaleno, si thashun, nuk më të rëmbini thash. Se unë nuk po bëj kundër ligjit, po bëj pro ligjit. Edhe po ndihmoj të huajt, se ishin të huajt që veni, jo vetëm shqiptarë. Unë kur punoj në zyrë, punoj për gjithë ngjyrat e emigracionit, për gjithë emigrantët. Edhe unë për vetën time jam shumë e kënaqur, shumë domethënë e mbështetur edhe nga autoritetet. Mbas emigrimit. A ka ndikuar edhe fakti pavarësisë ekonomike në integrim të shpejtë të grave shqiptare? Po, patjetër që ka ndryshuar. Patjetër që ka ndryshuar. Nga 99 që kam ardhur unë, 97 kam ardhur unë këtu, ka evoluar shumë. Groja shqiptare në emigracion ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol jetik. Është shtylla e familjes, është mësuesja e parë e gjuhës dhe kulturës për fëmijët, por dhe mbështetja kryesore për komunitetin. Unë kur kam hyrë në zyrë për herë të parë Madjana në 2004, më kërkonin badante dhe më thoshin shumë veta që nuk e dini që isha shqiptare, unë më thoshin spanjolle jeti, spanjolle Argentina, se më jepja këtë imazhin atyre. Edhe ditë të mashtroj mirë, unë as labe nuk e dërgoja shqiptare. Edhe më thoshin mam, nuk e dua shqiptare, më thoshin mua, para të jetë rumene, çfarë të jetë vetë shqiptare jo. Edhe i thosha unë, jo, unë jam shqiptare, ngeleshin kështu, thoshin mua, po jo për gjë, më tha dhe njëra që ishte dhe pure autoritet të në atë ko, po jo për gjë, po për religione, për fen, dhe më thosë kështë qatë thoshte, se i thashë unë jam shqiptare, i thashë. Megjithatë i thashë nuk ka problem. Mbas disa vitesh, ndryshoi rrënjësisht ky mendim. Tani më kërkojnë ka shqiptare, e di se janë të kërkuara shqiptare tani si Filipinaset. Ka ndryshuar imazhi shqiptarëve. Shumë, se në fakt në 97 dhe televizori kishte çdo ditë për shqiptarët që ndodhin shumë jo vodhi, jo prostitucion, jo drog, jo vrasje. Në atë periudhë ishte shumë difuza imazhi shqiptarit në televizion, nuk fliste për nacionalitet tjetër, vetëm shqiptarët i bënin çdo ditë nga një gjë ndodhte. Pra para viteve 90 flisnin për italianët e jugut, këte nga veriu për shembull, vinin ishte mbi ata, erdhëm neve, domethënë vinin ishte mbi ne. Tani vin ata që do afrikanët me varka. Tani e kanë senegalezët tani. Tani e kanë me ata. Po. Është me periudha. Po. Edhe kjo ka bërë puna jon ka bërë që ka ndryshuar dhe opinionin këtu në pozitiv kjo. Po ka qenë, domethënë në këtë periudhë ka qenë e gërshëtuar edhe me shtetin dhe me qeverinë tonë tani, me gjithë ato këqijat që kanë, po ka edhe gjëra pozitive do t'i themi tani, sepse marrëveshjet janë për fakt me vonesë, po janë bërë avash për çdo gjë, më vonë do realizojnë të gjitha po. Amerika, Leo, inshallah flejna nga Amerika.
Po Silvana, e drejtë. Në shoqërinë italiane shumë gra shqiptare kanë arritur të integrojnë duke punuar, duke kontribuar në komunitet dhe duke ruajtur identitetin e tyre. Por ka shumë për të bërë akoma, nuk është se kjo është ne na duket sikur kemi bërë shumë, por kemi shumë për të bërë. Të fuqizojmë gratë për të qenë shembull për vlezat e rinj. Të mbështesim në arsim, kulturë dhe aktivitete sociale. Ne kur kemi marrë si fillim fëmijët për t'i mësuar në për italishten flas, nuk po kuptonin pse nuk kishin interesin, nuk kishin dhe mbështetjen e prindërve, se prindërit nuk dinin të flisin në shtëpi. Dhe çfarë bëm? Në 2006 ne kemi krijuar kurse quhet L2, gjua e dytë për të rriturit. Dhe në atëherë kemi bërë vit për vit këtë, dhe është një eksperiencë që po na e vjedhin vjet të tjerët, e bëjmë vullnetarisht këtë. Unë për shembull e organizoj me Rotary Club të Ortonës dhe të Orsonjës ku jetoj. Ata çfarë bëjnë? Ata na mbështesin me mësuesët në pensione që kanë qenë profesor ose dhe president shkollë, drejtor shkolle, dhe ne kemi krijuar që në 2006 pa shkëputje dy kurse në vit për quhet L2, gjua për gjuhën e dytë, për të rriturit, sepse duke angazhuar prindrit, duke mësuar prindrit gjuhën, ndihmonte më shumë fëmijën. Edhe fëmija kishin mbështetje më të fortë në shtëpi. Edhe se e pam çik të ngadalshme ecjen e fëmijëve me gjuhën italiane. Tham, çfarë do bëjmë? Çfarë do të krijojmë? Se ne kemi në grupin tonë dhe psikologë, kemi shumë figura të mira që i shkëmbejmë mendime dhe eksperienca. Do fillojmë me të rriturit, nuk ja dalim dot vetëm me fëmijët. Fillojmë angazhojmë prindrit që të arrisim të tërheqin fëmijët, interesin e fëmijëve. Dhe kjo është bërë kjo është bërë domethënë si dovere tani. Çdo vit un kam 130 të shkruar në zyrë, që është bëj legale në zyrë. Këtë nuk është. Edhe kur vin një familje, gjë e parë kush janë dokumentat, sepse pa dokumenta nuk do vi dot. Gjë e dytë është gjuha, që unë i propozoj, çfarë do bëni? Më gjej një punë, nuk të gjej dot punë se nuk di të flasësh, po unë të ndihmoj për të mësuar gjuhën dhe pastaj më vonë të gjej un punë, sepse ne në 2000 të peshkoj dhe nuk i jep. Jo, po për ta ndihmuar nuk e ndihmon dot ndryshe. Ne në 2006 kemi marrë dhe një projekt Home Care Health Care. Home Care Health Care është një projekt që është bërë eksperimentuar në Francë, edhe është bërë edhe kemi huauzuar dhe atë projektin dhe ndihmojmë edhe për të punuar si badante ose për pastrime në shtëpira ose për babysitter ose për çdo gjë shoqëruese. Edhe unë në zyrën time kam banka dati quhet me INPS, të koleguar me INPS-in, sepse ky Health Care është një të rimborson shpenzimet, më parë rimborson të shpenzimet, ishte quhesh Home Care, rimborson të shpenzimet vetëm kush kishte një pension që kishte punuar në zyrë publike. Edhe kur donte një babysitter ose badante, dhe këto banka dati duhet të ishin të lidhura me INPS-in. Dhe në zonën time, në zonën ku jam unë, e kam vetë 2 veta kemi. Unë aty dhe një në San Salvo, që është në kufin me Bari, nga me Molisen. Edhe në momenti pastaj që kaluam disa vite, e kam bërë dhe projektin Health Care. Health Care i futen të tërë ata që kanë kriteret për të futur. Po këto badante duhet të merren vetëm tek lista që kam unë, sepse ndryshe këto që INPS-i, që sigurimet shoqërore këtu që i rimborson, po nuk është e futur në atë listën time, e kam marrë në privat, nuk ja njeh atë. Edhe kjo është një gjë kryesore që është, domethënë, e kam krijuar nga 2006 edhe kjo. Edhe kjo ka pasur shumë sukses. Dhe vazhdon akoma. Marr në telefon edhe në privat për këtë çështje, sepse edhe unë bëj kontratat e punës për këto badante, për ata që nuk e dinë ç'është badante, janë domethënë punonjëse në shtëpira. E ke mësuar. Ndihmëse. E ke mësuar, okay, badante këto. Madiana, unë nuk bëj kontrata i bëjnë jashtë nga mua, unë bëj vetëm tramite. Po, më intereson si fush. Prandaj po thoja, do të marr të pyes për më tepër. Leo, po me gano. Unë do ta falenderoja Silvanën, një pyetje të fundit, si Adel, nuk e di se si Adel t'i bëjt gjithë këto gjëra,
po vetëm një grua si ajo mund t'ja dalë. Edhe në qoftë se ke ndonjë pyetje tjetër ti edhe doja që ta mbyllim edhe ta përshëndesim ta linim. Dhe shpresoj që Ose në qoftë se ka diçka të thotë. Po patjetër atë, po nëse nuk e mërzitur me ne, shpresoj që do të kemi edhe në emisione të tjera. Leo, ishte kënaqësi, Leo, ti je shumë simpatik, nuk të njoh si person, do vim në Gjermani, do të takohemi. Patjetër do na ftoj Madjana, do na bashkoj Madjana në stafin e Windows Po. Radio dhe në Itali. Patjetër. Ishte kënaqësi Vetë dhe unë për nuk pi mua. kafe për fat të keq, cappuccino po deshet. Da, mbyrekun kur vin këtu, pa. Byrekun fik. Shiko, byrek Po. edhe në i gotë verë, s'ka problema, kupton. Se mishin Nuk e do me vallë, ë? mishin vje vetë. Shiko Silvana, Okej. tani diçka që ke dëshirë ta thuash apo ta shprehësh dhe të jemi mirënjohës pafund për këtë bisedë shumë të këndshme dhe shumë të rrjedhshme të tëndën. Faleminderit juve, jam unë e nderuar që më keni ftuar. Jo, sinqerisht. Jam po. unë Të kesh njerëz të tillë në diasporë, të kesh njerëz të tillë që edhe në fundjavë, në orë të mbrëmjes të vinë, të bisedojnë dhe të flasin, të shkëmbejnë me atë eksperiencën e tyre me të tjerët, sinqerisht jemi mirënjohës pafund, sepse ne si media kaq kemi mundësi të bëjmë, pra që të bëjmë sa më shumë atë lidhjen, por sinqerisht jeni ju që pranoni ftesën tonë, që na nderoni ne dhe na jepni shumë nga eksperjenca e juaj. ishte kënaqësi për mua. Në fund dua të them diçka që e ndiej thellë në zemër. Patjetër. Ne imigrantët mund të ndërtojmë shtëpi në një vend tjetër, sepse unë jam gjithnjë e lidhur me gjuhën dhe pse kam bëj shumë gjëra, po gjithnjë shkolla shqipe është ajo që më derdhi nga zemra fjalët edhe shprehjet. Ne emigrantët mund të ndërtojmë shtëpi në një vend tjetër, mund të një gjuhë tjetër, mund të krijojmë një jetë të re, por rinjtë tona janë aty ku kemi dëgjuar për herë të parë fjalën nën. Gjuha shqipe nuk është thjesht mënyrë komunikimi, është kujtesë, është identitet, është dashuri. Fantastike, fantastike. Faleminderit. Dhe unë do të vazhdoj ta bëj këtë, do të vazhdoj ta bëj këtë sa të kem zë dhe forcë, ta mbaj gjallë një fjalë shqip, një buzëqeshje fëmijë, një urë që lit brezat, sepse kombi jeton aty ku jeton gjuha. Unë nuk do lodhem, edhe pse buri më thotë që lëri, thotë. Jo, mos u dorëzo. Në fillim të emisionit, thej që kur komunikon me njerëz, jo shumë kush e kupton që je vlonjate, pa ma kur komunikon në mënyrën serioze, dukesh tamam labe. E po unë të thash, po të rish të gjatë. Nga zëmra me zë. Unë nuk e mbulova, unë ju thash, unë e gjirë dhe atë të labit, po kur është momenti. Kështu, të nderuar miq, ju që na dëgjoni, nëse doni ta kuptoni tamam Silvanën, bëni Silvanën të flasë serioze dhe kalon fiks në origjinë. Për shaka, faleminderit shumë faleminderit Silvana. Faleminderit juve, jeni fantastik të dy edhe Madjana. Faleminderit juve. Faleminderit për angazhimin, për kushtimin, për gjithçka Silvana. Faleminderit, sukses edhe juve në punën tuaj. Natën e mirë. Natën e mirë, Leo, un abbraccio. Natën e mirë, faleminderit. Natën. Natën e mirë për çfarë faleminderit shumë. Madjana, besoj se mirë. Faleminderit për mundësinë që ma dhe të jem në emisionin e parë tënde në Zëri i Diasporës. Faleminderit, jemi pritur kur do herë. Të falenderoj për të ftuarit interesant që përzgjell. Je vërtet brava, si thonë ju italianët, brava. Brava. Ditë zgjedh domethënë. Di, jo kështu nuk gabon. Po, shumë fantastike Silvana, më rënqeti mishin me këtë delin e saj vlonjat në fund, me atë mesazh që na përcolli. Më mirë se kështu nuk mund ta mbyllim. Prandaj faleminderit gjithë dëgjuesve dhe natën e mirë. Natën e mirë Madjana, faleminderit. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, pe bëjmë mbyllin sepse mua Madjana gjithmonë bën më hilje. Me la hapjen, me la atë në një qoshe, po edhe 5 minuta kohë që ja mora filloi të bërtiste dhe iku dhe nga linja,
Tash më lë dhe mbyllim, gjithsesi, të nderuar miq, mirënjohje pafund për ju që na dhurohet kohë nga koha juaj, sepse të gjithë keni obligime dhe jeni në fundjavë në familjet tuaja. Mirënjohje pafund dhe emisionin mund ta ndiqni në ritransmetim nesër në orën 13, pra përmes platformave TuneIn, Radio Box dhe Radio Shqip, po ashtu edhe në website-in zyrtar windowradio.de. Po ashtu emisioni do jetë edhe i regjistruar në YouTube, si dhe ritransmetimi do jetë edhe në orën 3 pas mesnatë, në orën 21 me orën e Amerikës. Unë ju falenderoj përzemërsisht edhe një herë, ju uroj të gjithëve një natë të mirë dhe një fillim javë sa më të mbarë dhe sa më të këndshme, sepse kjo është java e fundit e shkurtit dhe uroj që ta mbyllni sa më mirë këtë javë dhe këtë muaj. Emisioni rradhës do jetë të martën me kolegun nga studio në Londër, mikrofoni hapur nga Genc Paçuku. Nga unë Leonardi, natën e mirë dhe ju përqafoj të gjithëve përzemërsisht. Zëri i diasporës, Ramadiana Nureddini. Window Radio.